Miqtë e mi, ju përshëndes përsëri. Jemi këtu së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës, ku do t'i referohemi zonës së Mirditës. Jo rastësisht, sepse shpeshherë është mirë që ne të njohim dhe gjeografinë dhe burimet natyrore që zonat të caktuara kanë për t'i parë, le të themi, si të shfrytëzojmë ato dhe si t'i sjellim në të mirë të vetes tonë. Sot kam ftuar zotin Det Shkurti, inxhinier, prej më se 30 vitesh, është kënaqësi që jemi bashkë për të zbuluar ato që njerëzit nuk i njohin nga zona e Mirditës. Mersi, është emja, ju falenderoj shumë. Faleminderit që pranuat. Në fakt, Mirdita është një nga trevat natyrore me pasurinën toksore të konsiderueshme, përmendim këtu kromin, bakrin, edhe megjithatë prap mbetet një nga zonat më të varfra. Kjo është për të ardhur keq. Duhet jemi realistë dhe të themi gjërat siç janë apo jo. Kemi dëgjuar për minierën e Rubikut. Mund ta thoni diçka më tepër për këto pasurinën toksore, zonat ku janë të shtrira në këtë krahin, për të bërë një prezantim, le të themi. Faleminderit. Mirditën e ka bekuar Zoti. E ka bekuar Zoti 3 herë, gjë që ndodh rrallë. Me pasuritë e mëdha nëntoksore që ka. Me njerëzit e saj të zgjuar dhe me pozicionin e saj si zemër e hapësirës kombëtare, si zemër e hapësirës kombëtare. Pozicioni që zë. E cila nga shpina freskohet nga masivet e Lurës dhe të Munellës, që janë ca bjeshk të mrekullueshme, dhe këmbët i lanë në Adriatik. Përshkohet nga Lumejt, nga Dyfanët dhe Mati. Ka lartësi nga 2000 metra që është Munella dhe Zepa dhe vjen deri tek ulësira bregdetare. Pra, është një zonë me shumë resurse njerëzore dhe ekonomike. Dhe mbi të gjitha që në vitet e demokracisë ishte qershia mitort, rruga e kombit, që është koridori ekonomik më dinamik i Shqipërisë, që praktikisht Mirditën e ka quar në Bruxelles. Kjo është Mirdita. Unë dala pak më parë tek resurset natyrore, konkretisht dhe tek mineralet, të cilat janë dominante, le të themi, në zonën e Mirditës, konkretisht në Rubik dhe në Kurbnesh. Mirdita është vendi i bakrit. Po. Në vitet 60 deri 90, në tërë territorin e Mirditës, nga Rubiku deri në thirr të Fanit, ku është sot tuneli, deri në Lur, në Kurbnesh, që është cepi juglindor dhe lindor i saj, ishin plot 17 miniera bakri. Mirdita ka dhënë 40% të prodhimit të bakrit, të prodhimit të përgjithshëm të bakrit. Ka dhënë të gjithë bakrin elektrolitik me uzinën e Rubikut, ka dhënë të gjithë metalet e rralla që përpunoheshin aty, ka dhënë të gjithë pothuajse sasinë e piritit në Spaq, dhe kjo është e mjaftueshme për të thënë se çfarë ruan barku i atyre maleve e kodrave në Mirditë. A është e mundur dhe si është e mundur në opinionin tuaj që këto miniera dhe këto resurse t'i rikthehen punës dhe impakti ekonomik që do të kishin? Të bëhemi më konkret. Pa gjykuar ose mbrapa gjykuar ato gjëra që u bën në sistemin e kaluar, du të them se periudha e tranzicionit fatkeqësisht i çoi këto miniera në një amulli dhe në një shkatërrim. Në degradim. Në një degradim. Të përfundoi uzina e Rubikut, që i ka dhënë, të thash, ato produkte cilësore Shqipërisë dhe kombit në një barak, kjo është e pakonceptueshme. Kemi ngritur zërin. Dhe kemi patur kuraje të bëjmë propozime në formë projektesh me inxhinierët që kanë punuar, me specialistët që e njohin. Duhet ju themi se Rubiku ka qenë Akademia e Gjeologjisë, Akademia e Metalurgjisë dhe e minierave, sepse të gjithë profesorët e universitetit që më kanë mësuar mua
kanë dalë nga shkolla e Rubikut. Kanë buruar prej nga Rubikut. Dhe kemi bërë propozime të gjitha qeverive që kjo industri duhet të rivihet në punë. Sa është e mundur dhe si është e mundur Ja, të rivihet? unë po u them vetëm një studim. Është e mundur që me një financim modest që mund të jetë 10 milion euro, dhe 10 milion euro në një industri nuk janë shumë. Me atë çka përfaqëson. Me atë sepse 12 milion euro po bën rekonstruksioni i stadiumit të Shkodrës për të luajtur futboll. Uzina e Rubikut, pa vënë në eficiencë minierat, vetëm me skrapet e bakrit, duke mbledh skrapet e bakrit. Dhe se sa skrape bakri ka, unë e di mirë se kam punuar në operatorin e sistemit shpërndarjes në Qez, ku zëvendësohen linjat e bakrit, linjat e telave dhe qohen në skrap. Vetëm pra duke grumbulluar skrapet e bakrit, që privatet e bëjnë në mënyrë të përsosur individualisht, mund të punësohen 400 familje në Rubik. Duke vënë në punë, jepet punë 400 familjeve në Rubik. Sa të pritet që të rivihen në punë miniera e Spaqit. Ose është paradoks i madh. Miniera e Munellës i është dhënë me koncesion një shoqërie të huaj turke. Duhet të them se në minierën e Munellës është vërtetuar që mineralet e ralla dhe sidomos ari është mbi 4/1000. Në tërë botën, ato miniera që kanë 4/1000 ar nuk quhen miniera bakri, por quhen miniera ari. Unë nuk jam këtu për të akuzuar, por një dyshim e vej. Tash mbi 12 vjet që shfrytëzohen. A i kemi marrë në benefitet? Ne nuk kemi marrë si përfitim. A i kemi parë në këto benefitet? Çfarë ka kaluar poshtë shkëmbit të Rubikut, ne nuk e dim. Ka kaluar koncentrat, ka kaluar zhavor, ka kaluar bakër, apo ka kaluar dhe ari dhe në sasi dhe cilësi. Konkretisht, a ka kapacitetet qeveria, kapacitetet mjaftueshme le të themi qeveria për të rivënë në funksion, jo vetëm pjesën e Rubikut dhe pjesën e ndërmarrjes që ju thatë, por dhe minierat? Për fat të keq, edhe këta që punojnë me inxhinierët e mirëditor punojnë. Janë vëndalin. Janë vëndalin. Dhe më mirë se e njohin mirëditorët, minierën, dhe metalurgjinë dhe uzinën nuk mund të njohin të huaj. S'mund të njohin turqit. Ata kanë mjete teknologjike më të përparuara, më të avancuara, kanë makineri të cilat nuk është vështirë t'i përvetësosh teknologjinë e tyre, dhe me vullnetin e mirë, me një politikë më të mirë qeveri ekonomike, janë mundësi të plota për të vënë në eficiencë për shqiptarët, pasurit në toksore shqiptarët. Pse mendoni që është braktisur, le të themi, ose është lënë pas dore industria e rënd, le të themi, dhe pjesa e verilindje, zona e Mirditës, gjeni arsye për të është një arsye mbar shqiptare. Fillimisht ishte ajo ideja e madhe entuziazmit të fillimeve demokratike, që sistemi na bëri uzina të mëdha, na la gjëra të tjera, mangut, jo po... Donin ta nisim nga gjërat e vogla. Ne do ta nisim nga gjërat e vogla, pastaj mania për të ikur të gjithë dhe për të bërë të gjithë Tiranas e të gjithë bregdetar dhe të gjithë në emigracion. Lëvizja e popullsisë. Lëvizja e popullsisë ishte një problem shumë i madh. Dolin teoritë që industritë e bakrit nuk janë produktive, domethënë nuk janë eficiente, janë me humbje, gjë e cila i po t'i nënshtrojë një lapsi të mirë ekonomik dhe inxhinierik nuk është e vërtetë, sepse nuk janë aq budallet hujt që vinë këtu dhe punojnë me humbje. Ata nuk po punojnë me humbje. Kjo është e vërteta. Ne jemi që i kemi këto pasuri. Tani, përveç resurseve nëntoksore, ne i referojmë edhe bukurive natyrore, të cilat janë burim ekonomik, por në zhanrin turistik, le të themi. E thash që e ka bekuar Zoti. Mirdita, e para një po themi, Mirdita është, duke qenë zemra e hapësirës kombëtare, ka privilegjin që është qendra e shtetit të Arbërit. Në zbulimet arkeologjike dhe dokumenta historike të mirëfillta, më shumë të historisë europiane,
e vënë Mirditën në kryeqendrën e shtetit të Arbërit, me obeliskun e Ndërfanës, me zbulimin e Stemës së Arit, me Princit, me Dugagjinët dhe me Blinishtin. Se referojmë principatave. Mirdita është një trev e rëndësishme e katolicizmit si vlerë shqiptare. Në fakt është e vetmja zonë e cila është 100% ka ruajtur vlerat e krishtera dhe nuk ka lejuar qoftë pushtimin otoman, qoftë pushtimet të tjera që të interferojnë në këtë pjesë. Unë desha të them në raport me këto resurse natyrore tani, se s'po them thjesht si pasuri shpirtërore. Mali i Shenjtit me manastiret benediktine që në shekullin e 11 është një pasuri e jashtëzakonshme. Në bjeshkët e Oroshit, domethënë, kanë qenë 13 kisha në një vend. Dhe aty ka thesare që akoma flenë dhe presin në tokë të identifikohet. Është kisha e shëlbumit në Rubik, e keni parë aty tek shkëmbi Rubikut, që është një mrekulli e arkitekturës dhe natyrës dhe religionit. Dhe aty në Mirdit kanë punuar figurat më të ndritura të religionit dhe të patriotizmit shqiptar, duke filluar me Fishtën, me Mjedën, me Gjeqovin, me Paldodën. Në Mirdit ka punuar një misionar austriak, Fabian Bërkata, i cili ka lënë një ditarin dokumentar të shkëlqyer, Lule, është i përkthyer, dhe ku thotë që lugina e Rubikut është lugina më e bukur në botë. Dhe ta thotë një austriak nga Tiroli, nga masivet nga Alpet, nuk është pak. Nuk është pak. Mos lëm pas dore liçenet e Lurës. Të mos harrojmë se nga Mirdita shkohet, se mund shkosh t'i biesh dhe ta kapish veshin nga ana tjetër. Nga Mirdita shkohet në Kurbnesh dhe në Lurë. Po i themi Lurë, po është masivi Kunorës dhe bjeshkët e Valmorit, me atë famshmen këngë të Gjokbecit, Buz Valmorit kush ka dalë, aty ka del, me lumin e Urakës, që është një perlë e natyrës shqiptare. Aty ka një vend, quhet Kroj i Bardh, është në të gjitha hartat klimaterike të Europës, që për benefitet kurative, që njerëzit vinë nga 4 anët e Shqipërisë për të kuruar disa lloj smundjesh, vetëm duke netur në hijen dhe duke pirë ujin e Krojit të Bardh. Tani, në aspektin turistik, kë bëni përgjegjës që këto momente kaq pozitive që ju përmendët nuk po funksionojnë? A e kanë vetë mirëditorët fajin apo e ka dikush tjetër? Jo, është kollaj për të bërë përgjegjës. Përgjegjës është procesi në të cilin ne po ecim shumë ngadalë. Ne sa po kemi filluar të mësojmë, se shiko, unë e kam thënë dhe në disa televizionet të tjera, dhe po e them në këtë të nderuar, ka ardhur koha që mirëditorët mos tjenë më nga ata mikpritësat, po të pres me bukë, krip dhe zemër. Se ka qenë një varfëri, një bujari e madhe në varfëri. Në çdo fshat të Mirditës ka 3 kulla. 3 kulla prej gurit, të cilët ata të huajnë, që ju dhe ne i takojmë, kanë dëshirë të shkojnë në to, me investime minimale, që të krijosh, domethënë, pa ju prishur identitetin atyre kullave, domethënë për ujin e rrjedhshëm, për mjetet për të kryer nevojat jetike që nuk i kanë patur, ato kulla mund shndrohen në hane turistike. Dhe nga këto fshatarët tani nuk japin kripën, po japin atë bukën e mirë dhe marrin euro. Thashtë, jo më me bukë, kripë e zemër, por zemër dhe merr eurot, merr parat, sepse i huaj e ka paran për ta dhënë, mjafton që të krijojë, të ketë kushtet për të shkruar. Po këtë mirëditorët akoma nuk e kuptojnë. Kuptojnë se paraja mund të fitohet duke dalë jashtë shtetit, duke qelë dhite e grekut, apo duke punuar vëreshtat e italianit. Pra le të themi përgjegjësia është e përbashkët. Përgjegjësia është e përbashkët. Nëse referohemi vitit 1949, gjeografikisht Mirdita psoi një ndarje në 6, le të themi 6 zona administrative. Ndërkohë që përpara 49-s ka qenë një e tërë dhe ka qenë sigurisht me një përfshirje më të madhe. Këtu ju referohem Pukës, Shkodrës, Lezhës, Burrelit, Dibrës, dhe Matit. Tashmë edhe Matit. Bile dhe Krujës. Tashi unë duhet në këtë kuptim, sepse ka shumë qasje, unë jam kundër kësaj idesë që Mirditën e persekutuan. Mirdita është Shqipëri.
Nuk është se u trajtuan preferencialisht Hasi, apo u trajtua Kruja, apo u trajtua... Shqipëria është trajtuar një lloj. Mirëditorët kanë qenë aq të afirmuar sa të gjithë të unë nuk mund t'i vej gishtin dikuj, po, Mirdita në koncept, e them, është trajtuar si provincë. Kur unë kam qenë në universitet dhe na jepnin leje për të shkuar në shkollë, mua më thonin ti shko më përpara se e ke shtëpinë në Mirdit dhe Baramsursi dhe Kuksiani që e kishte 190 km nga unë, nisej më vonë. Ky ishte koncepti në Tiranë për Mirditën. Trajtohej si një provincë e largët. E dyta, është trajtuar si koloni. Në ç'kuptim? I kanë marrë lëndët e para dhe Rubiku dhe Kurbleshi dhe njerëzit e Mirditës kanë qenë njerëz të varfër. Tjetër, është trajtuar politikisht si burg. Në Spaq u bë burgu, në Krupnesh u bë. Këto janë të rënda. Duhet të ndryshoj kjo qasje qeveritare në Mirditës. Çfarë mund të themi si konkluzion, sepse sigurisht që minutazhi asnjëherë nuk mjafton për të thënë gjithçka, jo vetëm për zonën e Mirditës, Mirdita ka resurse, nuk është bërë gabimi fatal që po zhbëhen. Resurset janë akoma. Si thonë inxhinierët dhe autoritetet janë edhe akoma gjysma e metalit bakër. Janë dhe 70.000 ton metal, do me thënë i shkrirë në proces, që flen akoma nën munell. Aty është. Do t'ja ulejmë ta bëjnë të tjerët. Do t'ja japim të tjerët por ta marrim ne. Janë këto zona janë të virgjra. Është fati i madh që kemi rrugën e Kombit. E di që do thotë kesh rrugën e Kombit. Infrastruktura. Që do thotë është aksi i dinamikës, ky është një resurs që miritorët duhet dinë ta shfrytëzojnë, të dalin në rrugën e Kombit. Do të dalin, se nuk të thotë kush, nuk të vjen njëri që të durojë. Fatmirësisht shetisin, të shikojnë se ç'ndodh. Të marrin modelet dhe ti... Unë po shikoj ne gjithë kemi qenë në Stamboll. Ne kemi qenë në Stamboll. E kemi parë Turqinë. Turqia është Turqi europiane 500 metra afër rrugëve, pastaj është Feregje. Po. Të marrim pak shembull. Profesor, ju falenderoj shumë që ishit këtu, që ishit kaq transparent dhe kaq me këmbë në tokë në lidhje me atë që thatë për sa i përket zonës së Mirditës. Ju falenderoj edhe unë ju. Pres përsëri. Edhe unë do të jem shumë i kënaqur të vit. Faleminderit. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në këtë bisedë. Bashkë do të kemi një shkëputje të shkurtër reklamash dhe do rikthehemi në pjesën tonë të fundit për sot.